Përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku jemi tek podcasti jonë Rishtazi sërisht dhe do të duhesh të sot dhe do ta diskutojmë sigurisht si një nga temat që po pikaset kohëve të fundit dhe që ka të bëj me nivelin e përdorjes së gjuhës shqipe si zyrtare ose jo nëpër institucione, por edhe atë ndjesinë të zhvlerësimit të përdorjes së gjuhës shqipe kur vjen puna nga institucione shtetërore ose institucionet të komunitetit ose të bashkësive lokale ose të komunave, më saktësisht, sepse ka ndodhur disa ngjarje ku duket që shqipja zhvlerësohet qëllimisht. Por nuk mund të mos ta fillojmë këtë podcast me ngjarjen e ditës, siç është ajo e arrestimit ose dorëzimit të Arta në grupit e cila ndodhi që herët në mëngjes. Do t'i diskutojmë pikërisht këto dy çështje me të ftuarën time që kam kënaqësinë ta kem në studio, Vjolca Berisha. Faleminderit që je pjesë e podcastit Rishtazi. Kënaqësi të jem këtu. Tani edhe hyrja ishte kështu pak specifike sepse do duhesh të diskutojmë për gjuhën. Vjolcë Berisha, ju jeni pedagoge në universitet, një nga ata që kujdeset shumë për përdorimin e shqipes, një poete, një nga njerëzit ndoshta më të lexuar këtu, por edhe një zyrtare politike e angazhuar në politikë, në qeverisje më herët, kështu që nuk mund mos ta filloj këtë podcast me pyetjen e parë se cili është reagimi juaj për dorëzimin e Arta në grupit siç e pam në kufi, nga disa raportohet si arrestim, gjithsesi për vetë këtë situatë. Cili është reagimi? Po, mendoj se të gjithë qytetarët, si të gjithë qytetarët edhe unë e mora lajmin në mëngjes dhe mendoj që natyrisht që e prita me një befasi, me një dozë befasia, por mendoj që bëri shumë mirë Artan Grupi me këtë dorëzim, sepse gjithnjë më mirë është ballafaqimi, është më i mirë se sa të tjerat. Në shtete me demokraci të brisht si kjo jona, në shtete ku drejtësia le për të dëshiruar që rrinë me një këmbë, natyrisht që shumë vështirë që të gjykosh edhe si politikane, po edhe si qytetari thjesht nëse po shkon drejt një përmirësimit të drejtësisë, nëse ky është vetëm një akt i rëndomt i drejtësisë, apo thjesht është një nga ato skenat që mi mësuar t'i shohim të montimeve gjerave, por megjithatë gjithnjë po them është më i mirë ballafaqimi se ikja. Por edhe këto që i përmenda të drejtësisë së brishte, të shembujve të eklatant që i kemi pasur deri tani, sepse fatkeqësisht drejtësia jonë shpeshherë ka ditur të jap gjendje, për aty është dashur të burojnë gjendjet më të mira të drejtësisë, por paradoksalisht ka ndodhur e kundërta. Ne kemi shembuj shumë të këqij deri këtu, domethënë të ikjes kryeministrit e të bashkëpunëtorëve të tij, të mosdënimit të tyre, të vjetrimit të rasteve, kështu që në këto raste natyrisht që mund le hapësirë të mendosh që edhe arsyeja e arrestimit mund të kishte qenë pikërisht kjo, por megjithatë është shumë e bukur pranimi i asaj që po ballafaqohem me drejtësinë dhe pastaj të ketë uroj një drejtësi të mirëfill që vërtet në qoftë se është zoti Grupi fajtor edhe të dënohet për fajin dhe jo vetëm ai, por gjithë funksionarët që kanë mundur të jenë të përziert në atë keqpërdorimin e detyrës që themi. Tani ai rikthehet pas një vite gjysmë, që kurse ju ngrit akuza, e dim historinë apo largimi i tij nga Maqedonia dhe pastaj akuza u shpall pasi ai u largua e kështu me radhë. A mendon që ky fakti që një vit e gjysmë ishte në ikje dhe tani u rikthye do t'indikoj në perceptimin nëse është fajtor ose jo për akuzat që janë ngritur? Unë nuk mendoj se prapa ajo do të mbetet çështje e drejtësisë, çështje e procedurës, po uroj vetëm që kjo drejtësi të mos jetë selektive siç jemi mësuar. Nëse do të jetë drejtësi me tamam, atëherë natyrisht që të gjithë jemi për. Unë si pedagoge, si politikane e brezit të ri, të them, natyrisht që do të kisha dashur që të jetoj në një shtet super të drejtë, në një shtet ku gjithë këto rastet e montuara, këto selektimet për njerëzit e fuqishëm të themi të jetës son publike të jenë një shkuar e keqe që nuk duam ta kujtojmë, por ende nuk po shoh ndonjë. Në qoftë se ky rast do të jetë një shembull i mirë ose në qoftë se ky rast do të jetë një
piknisi, atëherë do të kisha thënë mirë që po ndodh, por është shumë herët ndoshta për të diskutuar këto. Gjithmonë po them fajtorët duhet të marrin atë dënimin e merituar, por nuk dua të them me këtë që me çdo kusht Artan Grubi është një nga ata fajtorë për të cilët dakord, nga aspekti politik i reagimeve, ne sot pam një valë të madhe reagimesh, sigurisht nga partitë e pushtetit, më fal, i atribuohen nivelit të lartë të korrupsionit që kishte qeverisja e kaluar. Nga ana tjetër sigurisht ka përmbajtje nga BDI-a për vetë faktin që është një zyrtar i tyre. Megjithatë, a mendon Vjollca Berisha se do të shkaktoj rikthimi, qoftë edhe procesi juridik cili do qoftë ai, se nuk mund ta përcaktojmë tani, për sa kohë apo e bëjmë këtë podcast, në atë që thon partitë e pushtetit se mund të jetë grushti fatal ndaj BDI-s? Nuk do të kisha thënë, për shkak se kemi skenën e njëjtë të ndodhur edhe përpara me qeverisjen e kaluar të VMRO-s, do të thënë u mbyll qeverisja me raste të jashtëzakonshme, me akuza të jashtëzakonshme të korrupsionit dhe më pastaj u kthyen shumë më të fortë se asnjëherë në pushtet. Do të thënë nuk mendoj që do ta godas, një për shkak të këtij precedani dhe e dyta për shkak se ndoshta nuk do të kishte qenë logjikshme që komplet një strukturë politike të anatemohet për shkak të një personi, nëse do të del fajtor gjithnjë. Nuk po them se ka qenë një qeveri si shumë e gjatë dhe unë nuk po them që është po flitet për dikët të dalë nga qumshti që pas një faj, por megjithatë mendoj se janë gjëra për cilat nuk mund të gjykohet kështu kaq thjeshtë për këtij momenti, por natyrisht që këto janë kundërshtimet politike dhe është shumë e normale. Vetë BDI-a, sigurisht ata do dalin vetë dhe do ta thonë mendimin e tyre, por nga ajo që pam deri tani nga komunikata, thonë që do duan të ketë një proces të drejtë dhe deri diku të shihen këto akuza, pavarësisht sigurisht kush është akuzuar edhe nëse janë të akuzuar zyrtar të tjerë, pra ata thonë që duan që proceset të përfundojnë. A do të jetë ndoshta për BDI-n ky pikërisht një moment shfaqësimi në thojza, nëse mund ta them kështu, ose një lloj larje e atyre mëkateve për të thënë se ja ku është procesi, është individi, në rastin konkret zoti Grubi, dhe të duket sikur do harohen akuzat e mëdha për korrupsion që kanë pasur në qeverisjet e kaluara. Si e shikoni këtë për vetë BDI-n? Nuk e di, nuk jam shumë e sigurt për këtë si do të perceptohet, por mendoj që është krejt e pamjaftueshme dhe mendoj që edhe po të ketë një tentim të tillë është shumë vështirë të mbulohet, sepse do të kishte qenë shumë e thjeshtë nëse çdo krim të kishte të bëjë me një individ dhe shumë lehtë do të kishte mundur që ta hiqet. Unë mendoj se në raste të këtilla implikohen shumë, është ndoshta një sistem që punon për të keq, të them, për të degraduar një qeveri, një qeverisje, por megjithatë ne kemi qenë një pjesë për shkurt. Pikërisht këtu do kaloja. Dhe disi do ta kanalizojmë bisedën edhe te pjesa tjetër. Ju keni qenë pjesë e qeverisë para aq kohë sa ishit me Aleancën e Shqiptarëve, se ju jeni pjesë e Aleancës së Shqiptarëve të krahut të zotit Zjadin Sela, dhe kur ndodhin tronditje të tilla dhe kur je pjesë brenda qeverisë, si perceptohet e gjithë situata, si perceptohet akuza, sepse megjithatë qeverisja e kaluar që i nveshet LSDM-s dhe BDI-s u konsiderua se kishte nivel të lartë korrupsioni, se kishte probleme në qeverisje. Sigurisht zoti Grupi u vute në listën e zezë amerikane që disi e krijoi gjithë atë atmosferë, sidomos ndaj BDI-s, dhe tani kur ai do të përballet edhe nga përvoja juaj, por edhe nga gjithë atmosfera politike, si e shikoni këtë? Po tani ne kemi qenë shkurt, ju e dini, as 2 vjet të plota në bashkëqeverisje, dhe kjo nuk do të thotë që edhe deri në atëherë kemi marrë, sepse deshte një qeverisje gjatë, kush e di sa të jetë parimore, merr brenda vetes një pjesë të fajtë detyrave të pakryera, të obligimeve të pakryera, e kushtohen këtu edhe akuzat e korrupsionit, natyrisht që bëhet shumë më egër, shumë më e thellë, por ne mendoj që nuk është
as nga aspekti politik, nga aspekti moral, që të futemi në tërë atë, sepse bëhet fjalë për 20 vjet dallim, tjetër është 2 vjet qeverisje, edhe pse ne kemi hyrë në një moment shumë interesant, shumë të rëndësishëm në qeverisje me BDI-n. Kemi pasur natyrisht ndoshta edhe në këtë studio 10 herë dhe në studio tjera televizive, kemi pasur ballafaqime se nëse do duhej një parti që është krejtësisht e papërlyer, që gjithkund ka të monedhën e patriotizmit, asaj që din se si do duhet të duke një shtet i mirëfillt, të hyjë me një partner qeveritar që ka bërë 20 vjet pushtet, por që ishte një moment historik, sepse ishte momenti kur duhej të vendosej në qoftë se do të kishte një Serbi të dytë në Ballkan ose jo, sepse ashtu ishin rreshtimet. Kështu që unë edhe prej kësaj perspektive mendoj që nuk kemi bërë keq që kemi hyrë në atë kohë, edhe pse natyrisht që deshte merr një pjesë të hijes së pushtetit të gjatë të partnerit tënd. Por megjithatë, shikuar për këtë temë dhe shikuar në atë dua të jem e sinqert, do me thënë edhe vetë figurën e Zotit Grubi, se kam njohur më përpara deri kur kemi hyrë në pushtet. Unë e kam perceptuar si një politikan, si një funksionar që s'është inferior në asnjë aspekt, bile me bashkë me ministrat e tjerë që udhëhiqte shqiptarë dhe bashkë me ministrat e Aleancës për shqiptarët, është dhënë një model, një frymë e partneritetit të plot dhe jo një modeli inferioritetit, i vazalitetit, ashtu siç do duhet ishte, me partit që ishte në pushtet me LSDM-n. Do me thënë, unë nuk mendoj që kjo ka qenë çështje LSDM-s ose është çështje VMRO-s. Kjo është thjesht çështje e pozicionimit të palës shqiptare dhe tash kur e shikojnë nga ky këndvështrim, nga kjo perspektivë, natyrisht që bile më shumë më rritet ajo kohë dhe ai veprim, nëse e shohim tani si një temë të ndarë nga tema që filluam, do të thënë e shoh si një moment ku pas ka qenë shumë ndryshe, sepse shoh që mundesh ka edhe kështu të jetë krejtësisht inferiore, krejtësisht me një dosë frike se mos po mbetemi pa karikë. Dakor, e filluam këtë podcast pikërisht me ngjarjen e ditës, me lajmin e ditës, të cilin nuk mundemi ta anashkalojmë për shkak të rëndësisë dhe vëmendjes që ka dhe për shkak të asaj bazë qeverisjeje. Por tani dua të fokusohemi pak pikërisht tek një element që ka të bëjë edhe për arsye në fakt edhe pse ju ftova, që ka të bëjë me atë që dukesh vlerësimi i përdorimit të gjuhës shqipe në aspektin publik. Dhe pse ju ftova juve dhe edhe si përfaqësuese politike, por edhe si pedagoge, është pikërisht se ky ligj aktual që diskutohet me të madhe apo është zyrtare Shqipja ose nuk është zyrtare Shqipja, u nxit nga Aleanca për shqiptarët në qeverisjen e parë apo sidomos në ato vite turbulente kur Maqedonia krijoi një qeverisje të re. Por edhe disi nga shumë reagime që i marr Vjollcë Berisha nga qytetarë që më thonë se si ka mundësi dhe këto reagime janë kështu të sinqerta që përsëri të rikthehet ky diskutim për Shqipen ndërkohë që do të duhet të ishte ezauruar. Një pyetje për ju. Si i shikoni këto momente të organizimeve publike që bëhen nga ministra, nga qeveri, nga zyrtarë të komunave, kur Shqipja nuk përdoret në nivelin siç përdorej përpara? Po, mendoj se momenti më interesant është ai që thatë që ne po rrotullohemi vazhdimisht në të njëjtin vend dhe unë më kam filluar të mendoj se nuk është i paqëllimshëm, është ndoshta janë stërkëmbza që na vihen ne për mos ecur procese tjera për ta defokusuar ndoshta vëmendjen tonë nga zhvillime tjera që do duhet të kishim si shoqëri, si komb, për të harxhuar vazhdimisht energji për çështje të njëjta që do të kisha thënë se janë edhe triviale. Mua më bën shumë nder që bëj pjesë në një parti politike që është pararoje çështjes gjuhës njerë po se po dhe shumë çështjeve tjera që kanë të bëjnë me shqiptarët dhe kjo nuk është politik ditore, por unë vërtet e perceptoj kështu dhe kështu besoj e kanë parë edhe qytetarët, sikur se thatë edhe ju, do të thënë kemi qenë një nga zërat kryesor, po një nga edhe subjektet kryesore që edhe arritën që të ketë një ligj të këtill dhe tani gjithçka kur flitet për ligjin, unë jam sinqerisht e befasuar një herë, po se po me klasën politike që nuk arrin që ligjin e shohin si diçka shumë që mund të zbatohet ose nuk mund të zbatohet sipas dëshirave të akshministrave ose funksionarëve, dhe nga ana tjetër kur e shikoj si edhe nga aspekti tjetër qytetar më duket shumë jo korrekte
ndaj shqiptarëve, se po shoh këtu edhe një aspekt tjetër psikologjik ndoshta që mund ta diskutojmë në vazhdim, si psikologjik të tentimit që përmes gjuhës të ulet krenaria shqiptare, të ulet ndjenja e shqiptarit të ri se është i barabartë në këtë shtet me qytetarët. Po si e mendon në këtë kuptim? Po këtu edhe klasa, thash klasa politike e shpjegova, por edhe klasa intelektuale po më zhgënjen. Do me thënë, unë nuk po shoh edhe nga klasa intelektuale një vetdije, një prononcim të them siç do duhej të prononcohej një njeri, sepse nuk duhet të mendojmë nëse e vërteta i shërben të shërben ty, por duhet parë vërteta është një vërtet dhe mendoj se për intelektualin do të jetë ky parimi, dhe ata ndoshta do të kisha pritur që edhe ata jo vetëm ne, po se po në aspektin e mbrojtjes, po edhe intelektualet Maqedonas që të thoshin se kujt i pengon, ç'të keqe ka, përveç se i shërben një kohezioni ndoshta të brendshëm të shtetit, por nuk po e shoh. Përveç të disa politikanëve të pensionuar që lajnë mëkatet e së shkuarës, nuk shoh se ka ndonjë kështu them angazhim. Tani, këtë pyetje e bëj shpesh kur flitet çështja e gjuhës shqipe, se ti ke qenë zyrtare në qeveri. Dhe shpesh tensioni me shqipen gjithmonë shfaqet kur përdoret, sepse ndoshta publiku Maqedonas e konsideron si një cënim të maqedonizmit. Po. Pyetja që u bëj të gjithëve është zyrtarëve, me kolegët Maqedonas, nuk e keni sqaruar se pse është e rëndësishme përdorimi i gjuhës shqipe për shqiptarët? Për te ati momentit të komunikimit qeveritar, ne kemi një emocion shumë të madh për Shqipen. Çdo lëvizje politike e pas viteve 90 në fakt ka filluar me përdorimin ose jo të gjuhës shqipe, me ndalimin e shkollave në gjuhës shqipe ose jo. Dhe kjo shkon për te një komunikimi qeveritar, apo për te një dokumenti të cilin ti do t'ja çosh si zyrtar një qytetari. Dhe këto dështojnë ta kuptojnë rëndësinë e përdorimit të shqipe. Unë nuk e kuptoj si klasa politike shqiptare nuk e ka sqaruar ende këtë çështje klasës politike Maqedonas. Po unë pajtohem që kanë mbetur shumë çështje të hapura shumë qendrore si kjo, sepse fundit nuk është gjuha shqipe e rëndësishme vetëm për ne këtu në Maqedoni, sepse mund ta shfrytëzojmë si një element me të cilin duam të ulemi në tavolinat e bisedimeve, por gjuha për cilin do komp evropian, edhe më tej është elementi kryesor identitar. Dhe tani në qoftë se ne duhet diskutojmë për lejimin ose mos lejimin e elementit ton kryesor identitar në një vend ku ne jetojmë, në një vend të cilin e krijojmë krah për krah me ta, në një vend në të cilin jemi 30%, do të thonë është krejtësisht e pa logjikshme që të kesh një themi barierë ndaj saj. Pajtohem që ndoshta nuk është sqaruar mirë, por ditë më të mira për shqipen se kjo. Për shembull, për atë kohë që sa kam qenë në funksion, e kam parë që duke u bazuar gjithnjë te ligji për përdorimin e gjuhëve, kemi pasur të drejtë që të kërkojmë çdo akt që të refuzohet, të mos nënshkruhet, të reagohet edhe në mbledhjet e qeverisë. Bile në mbledhjet e qeverisë edhe më herët kam dëgjuar që i ndjeri Tahir Hani ka qenë tepër rigoros në këtë drejtim, që nuk ka qenë ajo ndoshta një zgjedhje individuale, por është detyrë secilit në fakt, dhe ka qenë edhe detyrë zyrtare e tij, po tani askush asgjë nuk të jep pa e kërkuar. Dhe unë gjithkund them kur vjen në diskutim ligjin, ekzistimin e ligjit, a shqipja zyrtare, a shqipja zyrtare, unë them edhe po të jetë gjuha zyrtare e para shqipja, në qoftë se çalon në zbatim, atëherë kot që është në zbatim. Do të thënë, unë prapë them që faji ka qenë i krejt funksionarve, edhe Maqedonas, edhe shqiptar që nuk është zbatuar sa duhet, i funksionarve shqiptar që nuk e kanë shtyrë përpara, që nuk kanë kërkuar llogari, janë marrë me probleme të tjera që janë të shumta kur je në qeverisje, dhe atë shumë gjëra të vinë përpara sa ti ndoshta nga një në nivel pak më i ulët i vetdijes tënde kombëtare mund ta vësh në plan të dytë gjuhën, por gjithnjë them, është çështje e zbatimit dhe nuk është çështje e ligjit, sepse edhe për aq sa themi është në vendet ku ka qenë e lejuar të përdoret dhe
ti nuk e ke përdorur, atëherë kush të ka faj, në qoftë se ti nuk e ke vënë në tavolinë si kushtin e parë. Po ky fakti që nuk u bën normë përdorimja e shqipes, kur kishte ministra shqiptar në një dikaster, komunikatat vinin edhe në dy gjuhë, faqet e internetit funksiononin më mirë. Sot kemi një situatë tjetër, do t'i rikthehemi kësaja, por përsëri kur dikasteri ndryshonte ministri, përsëri kjo binte. Prap i lihet asaj dhe që ju i referuat ndërgjegjes, por edhe një lloj ndjeshmërie se si e koncepton ti si individ. Nëse je liberal Maqedonas do thuash ok, le të përdor edhe shqipja, nëse nuk je, ti e eviton shqipen. Nuk u bë si normë që mos ke diskutim, që komunikimi të jetë i barabartë. Kjo mendoj se është çalimi, ndoshta dështimi i qeverisë gjatë BDI-s që nuk arriti ta imponoj si të zbatohet në vertikale kudo. Mendoj që është një pikë ku ende duhet vazhdohet të punohet, por fatkeqësisht po e shoh që jo që nuk vazhdohet, jo që nuk ka tentime, por edhe po degradohet edhe më shumë, domethënë tani është skandalos e gjithë kjo çështje. Domethënë ne po shohim që për hiç gjë bëhen skandale të mëdha midis partnerët koalicionit, kërkim falje, akuzat të ndërsjella, kështu që dalin gjëra krejtësisht qesharake për çfarë se nuk është shkruar akti në dy gjuhë që është e drejtë ligjore. Unë këtë nuk arrit ta kuptoj. Njëherë nuk arrit ta kuptoj se si nuk u bë deri në fund, sikurse po thoni, që të merret vesh prin në fillim se zbatimi do të jetë. Nuk po them që nuk është bërë. Tani nuk dua të hyj në atë që nuk kanë arritur deri në fund ta bëjnë, sepse në qoftë se shikojmë ka qenë agjencia për që kishte zbatimin e gjuhës, që ka pas këtë obligim që të shikojë nivelin e përdorimit. Tani bie që të gjitha institucionet lënë për të dëshiruar në punën e tyre. Por fakti që ti themelon, fakti që sjell ligjin, është një hap shumë i madh dhe mandej mbetet zbatimi dhe ky kontroll çaloj. Te kjo pjesa çaloj dhe tani natyrisht që u la hapësirë që të degradoj. Për këtë mirë, kur e krahason qeverisjen e kaluar për aspektin e gjuhës dhe qeverisjen aktuale, si e komenton faktin kur një ministër i qeverisë del dhe thot nuk do përdoret gjuha shqipe, i cili thot nuk mund të jepet provimi i jurisprudencës në gjuhën shqipe, çfarë të bën kjo të Kjo është skandaloze. Të ndjesh si reagim? Kjo është një skandaloze, kjo më irriton. Kjo do të më irritonte edhe si një qytetar i thjesht, jo vetëm si pedagoge dhe si politikane. Më vjen tepër keq për ta, sepse kjo ksenofobi, kjo nuk i çon askund. Domethënë, kur ti ja uren tjetrit aq shumë gjuhën, domethënë e uren qenësinë e tij dhe kjo vërtet më krijon shumë edhe habi. Sepse shpeshherë me koleget e mia e marr një shembull, them kur shkojmë në një vend të huaj dhe takojmë popullin vendas, edhe kemi dëshirë, bëjmë gjithë ato përpjekje, këtë e bëjnë edhe maqedonasit, gjithë ato përpjekje të thonë ndonjë fjalë nga gjuha e atyre, se mësova këtë fjalë nga vendi juaj. Ndërkohë me shqiptarin me cilin ti jeton në një pallat, përshëndetesh të shkallët, shkon në treg dhe krah për krah, sup për supi, bën pazarin, shkon në shkollat e njëjta, i ke klasat e ngjitura, ulesh në tavolina në një zyrë të vogël dhe nuk je në gjendje ta mësosh, jo se jo, por edhe të kesh tolerim dhe të kesh dashuri edhe për gjuhën e tij. Domethënë mua kjo më duket shkalla më e lartë e mosdurimit dhe urrëties veçkatruese, se unë mendoj që nuk i bën mirë ky popullit Maqedonas radh parë, sepse ne kështu jemi mësuar, historikisht ne kemi bërë këtë luftën dhe mua më vjen keq për energjinë që humbim për gjërat e njëjta, por historikisht e kemi bërë këtë luftë. Po ajo që e di që shumë do t'u kushtoj dhe u kushton është ky mosdurimi, sepse urrëtia, mosdurimi, hakmarrje janë vese që shkatrojnë personin që i ka, jo tjetrin. Unë kështu e perceptoj këtë. Po klasa politike që është pushtet tani, si e shikoni reagimin e tyre ndaj këtyre fenomeneve? Se është e qartë që tentohet të mos të shfaqet në publik përdorimi i gjuhës shqipe në moment zyrtar. Ne kemi pasur evente të qytetit të Shkupit që gjithmonë kanë qenë në dy gjuhë, nuk është. Kolegë të mi të redaksive të tjera kanë raportuar për portalin, për faqen e internetit të qeverisë që nuk është e përditësuar një lloj si në gjuhën shqipe si në gjuhën maqedonase. Ndërkohë ne kishim subjekte politike që erdhën në
pushtet për të qenë më mirë se BDI-a, më mirë se ju në fund të fundit, se sigurisht. për aq pjesa ishit e ju pjesë e qeverisë. Opozita që tenton të hyjë në pushtet, gjithnjë thot, unë kam një ofertë më të mirë dhe unë do ta bëj një punë më mirë se ti. Dhe kjo është arsyeja pse qytetarët duan t'i votojnë edhe i votojnë që të bëhet një ndryshim, por kjo nuk u pa dhe mua sinqerisht më vjen keq. Se tani të ndajmë diçka, unë nuk mendoj që ata mund të jenë aq jo shqiptar sa të vi mirë nëse shqipja s'përdoret. Natyrisht që çdo përdorim i shqipjes së pari atyre do të vinte mirë dhe do të dilnin, do të trumbetonin se ja ç'kemi bërë. Por janë aq të mirë, do të kisha thënë në këtë aspekt, saqë lejojnë që partneri i tyre që nuk është partner, absolutisht, por veç po e them sa për në thonjza partner, për ndryshe paraqesin shumë raport vazalitetin në raport me VMRO-n, e shfrytëzon edhe gjuhën shqipe për t'i fyer. Ai nuk e ka shumë me rëndësi nëse do të thuhet në dy gjuhë diçka, po dëshiron t'i tregoj që ti politikisht nuk ke asnjë vlerë. Dhe ky është skandali që unë mendoj se ata duhet ta gëlltitin. Pse e gëlltisin, ata e din vetë mirë, po do të kisha dashur që të përfundoj sepse më ka kaluar nga kornizat e qeverisë, shtetit, ka dalë edhe te populli edhe te gjithkund dikon. Tani më kjo ka filluar si turp të rambulojë të gjithëve. Nuk mendoj se u vjen mirë, por janë aq të dobët në këtë aspekt saqë në qoftë se këtë dilemë nuk do të munden t'ia imponojnë partnerit të tyre, unë nuk e di çfarë do të bëjnë për kushtetutën edhe për gjëra tjera që janë më të mëdha që na presin, fakt edhe për cilët e kanë marrë besimin jo të gjithë qytetarëve, se kanë marrë më pak se ne vota, por aq sa kanë marrë, edhe një vot po të kesh marrë, ke përgjegjësi për atë votën që ke marrë. Do të thonë unë nuk e di çfarë si e shikojnë më tutje. Sinqerisht më vjen keq. Kam disa miq në atë blog që njoh për integritet, që kanë integritet personal dhe them mos qofsha në lëkurën e tyre, sepse duhet të dal sot të them diçka dhe atë ditë në mbrëmje të dal me një prepotencë jashtëzakonshme kryeministri do të thotë s'kan ditur ata, gabojnë janë të vegjël dhe këta nesër thonë, po mirë e ka kryeministri. Do të thonë shumë e vështirë, nuk e di si. I takon këto zyrtarët e Vlenit, çfarë të thonë personalisht? Nuk e kam takuar zyrtarët e lartë Motiko, se nuk sillemi natyrisht, ata sillen në sallone, ne tani jemi opozit, por kam miq që janë në struktura dhe nuk ndjehen mirë. Edhe ata thonë që shumë keq, nuk ndjehemi, se cili se merr fajin personalisht, po është shumë interesant se në këto raste është ai faji i përgjithshëm. Po megjithatë keq për ne se ka disa gjëra në histori që krijojnë shumë hapësira të gjera, diskrepanca të mëdha nga një zhvillim në tjetrin, saqë ti mande s'mund ta zësh fillin. Dhe ne jemi këtu një popull që vështirë me një durim prej minatori kemi sjell disa gjëra në një stat, sepse ne kemi qenë të ballafaquar me një urrëtie sui generis, e tani po sa u duk pak se po merr një shumë pak gjëra për 20 vjet, po megjithatë një ecje përpara, ti she përpara vetes se të kanë kthyer. E tani pikërisht këtu, e the disa herë këtë çështje, a mendon që për aspektin e përdorimit të shqipes, aq sa ishte arrirë, që nuk ishte e duhura, këtë e konstatuam apo? Aq sa ishte arrirë, me dobësitë që kishte vetë ligji për gjuhët, që ndoshta linte shumë hapësirë për interpretime. A mendon që me qeverisjen aktuale është bërë hap mbrapa? Absolutisht po. Nuk mundesh të hysh në rrjetet sociale, të hapësh televizorin, mos ketë ndonjë skandal që jo ministri, po drejtori nuk ka refuzuar të përdorë gjuhën shqipe. Pastaj ne i shohim edhe këto brohoritjet për stadiume, këto e te i kalojnë çështjen e një futbolli, të një ndeshje të tifozllëkut. Thonë këto të gjitha janë pasojë. Unë asgjë nga këto zhvillime që po na kujtojnë kohët e errta të fëmirisë sime, të rinisë sërshme të prindërve të mi, që ka qenë një grumbullim i urrëties dhe një shpërthim në këto momente. Tani, a s'është ky një kthim prapa? Po mirë, ja pyetja tjetër. Pse mendon që ka një shpërthim të urrëties kur pushteti ndryshoi, naracioni i pushtetit të ri apo i qeverisë së re ishte antikorrupsioni, ja kemi dhe akuza
sot apo u kthye arta në grupi u burgos apo e pam që u vu në pranga dhe pse nga antikorrupsioni kalojmë në tema ndëretnike të cilat disi u konsideruan që u tejkaluan. Si e shikon këtë moment? Shumë mendoj se politikanët e Maqedonisë e kanë një kështu nyje ku kthehen për herë kur u hargjohen argumente tjera. Do të thënë kjo letra e raporteve ndëretnike, ashpërsimi, nuk janë ato gjëra të paqena dhe ata i shpikin, ata ekzistojnë, por vëmendja e tepër dhe ashpërsimi dhe fryrja e zjarit të raporteve të këqija ndëretnike përherë është një farë themi kështu shpëtimi për politikanët të cilët nuk kanë një ofertë konkrete dhe s'bëjnë diçka konkretisht. Do të thënë, sa i bëri qeveria gati 2 vjet, për 2 vjet asnjë milimetër prosperimi nga asnjëri blok, ti e sheh që ai patjetër të krijojë diçka, një vëmendje që të kemi ne në kokat tona me diçka çfarë të merremi dhe këta kanë zgjedhur këtë fryrjen e përkeçimit të raporteve ndëretnike që në fakt pastaj ja shohim sherin të gjithë sepse ato nuk janë, ajo nuk është teatër, ajo ndodh vërtet, ata janë vërtet njerëz, emocionet e tyre pastaj ne shohim shumë kohë shkojnë për tu rehabilituar e tërë ajo, por kujt i intereson. Do të thënë është këtë çështje që të mbulohet mos angazhimi për çështje të vërteta që për ne janë kruciale, për shembull rregullimi i drejtësisë në shtet që është kryesorja, mendoj në një shtet normal, e rregullove drejtësinë, ke rregulluar të gjitha gjërat tjera, sepse edhe sigurinë e rregullon, se jam shumë më e sigurt kur larg në rrugë dhe e di që jetoj në një shtet ligjor. Pastaj çështjen e korrupsionit që prap lidhet me shtetin e së drejtës, se nuk mund në një shtet së drejtës të ketë lulëzim korrupsioni, se ka sanksione. Dhe pastaj arsimi, kultura, gjëra shumë të rëndësishme ku ne jemi katastrofë, ne shkojmë gjithkohës mrapa dhe vazhdimisht flasim për raportet ndëretnike që është me rëndësi të kultivohen ato, por nuk i flasim për t'i rregulluar, po për t'i degraduar, bile i fryjim që të jetë një, unë mendoj se këtu antishqiptarizmi është një kështu themi një orkestrim perfid i organizuar në maksimum nga shteti. Dhe kjo është shumë keq. Kjo thashtë dhe që parë, i bën dëm vetë palës Maqedonas. Kur flasim për këto raporte, dua pak ja të japim një retrospektiv të aspektit politik të përdorimit të Shqipes. Sepse për ne si shoqëri, sidomos të brezit tim, po edhe të ëndit Vjollc, përdorimi i Shqipes ishte si një akt politik, nuk ishte thjesht vetëm një e drejtë e një grupi të caktuar etnik. Prap ta lidh pak me historinë. Mua më bën përshtypje shumë kur dëgjoj politikanë, sidomos të brezit të rinj, që nuk i din faktin që gjuha shqipe ishte e lejuar dhe u ndalua në vitet 90 dhe para viteve 90, që për shkak të gjuhës shqipe u bën protesta, që gjuha shqipe nuk lejohej të përdoren në universitet. Dhe disi kur u thua atyre këtë, ata habiten, thonë pse ka ndodhur kjo në Maqedoni, dhe ju si politikan, pavarësisht tani në çfarë roli në qeveria në opozit, duket sikur nuk e keni thënë këtë sa ç'duhet tek klasa politike maqedone. Dhe prandaj dua të ta bëj pyetjen, sa e rëndësishme është politikisht përdorimi i Shqipes, përtej ligjit, nenit, aktit, dokumentit, si një akt politik në vetvete? Absolutisht është shumë. Unë mendoj se aty rregullohet gjithë raporti të dy palëve që duhet të jenë pjesëmarrës të qeverisë, sepse ai është realiteti gjuhësor dhe kulturor i këtij vendi. Do të thënë nëse nuk e shohim atë, s'kemi para asgjë. Unë mendoj se ndoshta të rinjt janë të nuk i di, nuk i kujtojnë dhe ne absolutisht ne jemi fajtor sepse për ta ruajtur kujtesën kolektive duhet të kesh projekte edhe shtetërore për ruajtjen atyre, sepse ato të shërbejnë se nga pasimet të nxjerr mësime për të ardhmen dhe natyrisht unë shumë pajtohem që edhe gjëra shumë më të thella se kjo që përmendet ju, të rinjt tan mund t'i kenë haruar, mund të mos e dinë, mund të mendojnë se gjithmonë kaq është bërë në milimetra çështja e gjuhës, sepse ata ndoshta kanë haruar edhe librat që shkruheshin, librat shkollor me qytetet me emërtime Skopje, Tetovo, Kiçevo. Dalimi e emrave.
ndalimi i emrave që ti nuk ke mundur ta kesh emrin asesi fisnik ose ilir ose ilir kështu, po është dashur të zgjedhësh nga lista që ata ta kanë ofruar me emra arab. Prandaj kjo çështje e emrave vazhdon të jetë shumë delikate për ne. Kështu që ne kemi kaluar, mandej ti akuzuar në qoftë se e ke pasur emrin për shembull Rami Kastrati, ta them, pse Republika e Kosovës ti ke dashur të aludosh dhe se ne ke shkruar kërkund inicialin emrit tënd, por ndonjë pej të kuq nëse ke pasur dikund në antenë ti e dënuar, ty nuk të kanë lejuar ti shikosh televizionet e Shqipërisë që Vala ti sjell, ti nuk bën ndonjë përpjekje. Vala është e pandalur, po ata janë përpjekur që ta ndalin edhe atë më të pandalshmen, por nuk dua shumë ta kthej këtë, sepse nuk dua ta bëj shumë kështu si një akuz këtë bisedë tonën, po megjithatë unë e pranoj që janë vrima shumë të zeza në kujtesën tonë kolektive që do duhet bënim edhe projekte që edhe t'i ruajmë, sepse një duhet dihen të vlerësohen gjërat që janë bërë, por edhe që të rritet entuziazmi për të bërë gjëra më shumë. Tani ne nëse jemi një popull që i kemi kaluar këto, në qoftë se jemi një popull që është dashur të vdes një i ri për të pasur në një universitet në gjuhën shqipe, pikërisht në shekullin 20, do të thënë është krejtësisht, do të thënë ti e sheh se me çfarë urrëtie ke të bësh. Ke të bësh me urrëtien që është bie urrëtie serbe ndaj shqiptarëve. Dhe kur e mendon kështu, ti natyrisht më e din se kjo do të ketë edhe organizim politik dhe ti e din që faktori yt politik duhet të jetë 3 herë më i përgatitur se sa faktorët e politik të shteteve që si kanë këto gjëra, e jo që 3 herë më të papërgatitur, po ne i kemi gjithnjë më të papërgatitur. Dhe mua shumë më vjen keq edhe për këtë rënje të nivelit të politikës, të politikanit, të asaj që politikani ma fillon e receptohet si një mashtrues vetëm. Nuk do të më pëlqente që miqtë e mi, fëmijët e miqve të mi të më njohin si mashtruese kur më shohin, kjo merret me politikë, apo është mashtruese. Do të thënë, është bërë një gjë e keqe për politikanit dhe kjo mendoj se për fajin e tyre personal, sepse zgjidhen njerëz të cilët nuk kanë integritet moral dhe nivel intelektual. Tani, kur përmendi përdorimin e Shqipës dhe realitetin gjuhësor, a mendoni që një pjesë e shoqërisë maqedonase përdor logjikën e strucit, duke e futur kokën në dhe duke mos pa realitetin që 30% e këtij vendi flet një gjuhë tjetër? Po, pikërisht e thash që parë, se rinë me ata, flasin me ata, gjithë ditën dëgjojnë veshi edhe thotë në fund nuk e di. Do të thënë, kjo është një realitet që nuk mundet ta ndrosh. Do të thënë, është aty je, ti vetëm duhet përpiqesh ta duash, ta njohësh në fillim, sepse mendoj që dashuria vjen nga njohja, duke e njohur edhe duke dashur, por refuzimi është që të njihet në përgjithësi, dhe kjo vërtet më krijon jo nervoz, po më krijon shqetësim dhe keqardhje për ta, sepse nuk është normale të mos njohësh realitetin kulturor të një populli me cilën ti bashkëjeton dhe për të cilët ke shumë nevojë për të ekzistuar. Shqiptarët tu nuk janë ai kombi që mezi presin hajt ti shtym dhe ti përzëm, sepse pa ta nuk munden. Domethënë nuk ka pa shqiptarët në këtë shtet, dhe kështu që nëse se s'ka pa shqiptarët në këtë shtet, ne jemi më tolerant. Unë nuk di ndonjë shqiptar të ketë refuzim. Tash ky brezi i ri është e vërtetë që nuk e njeh maqedonishtën, sepse ja pikërisht këtu duhet të të pyes, se ne themi që Shqipja duhet të përdoret me rregull, ja gjithë këtë diskutim që e bëjmë, po nga ana tjetër shpesh më bie mua të justifikoj gati gjithë shqiptarë për të thënë që ne e flasim maqedonishtën, ne nuk kemi refuzim për maqedonishtën, se ekziston një mit duke thënë që ja ju shqiptarë nuk e dini maqedonishtën ose nuk e flisni sa ç'duhet. A mendon që duhet ne ta themi më hapur faktin që ne do e flasim maqedonishtën, se jetojmë në një shtet, por edhe ju pranojeni Shqipen si realitet? Patjetër që po, ne kemi mësuar maqedonishtën, ndoshta po të hym pak në psikologji, kemi mësuar edhe nga inferioriteti kulturor, sepse kemi qenë pak edhe të detyruar, sepse shteti na fliste gjithnjë maqedonisht. Ti nuk e kishe as në vendet e para ku shkonin qytetarët në gjërat më elementare të nxjerrin dokumentet, nuk u fliste kërkush shqip, kështu që ti deshte mësoj. Domethënë mendoj që është ky mentaliteti që je detyruar ta mësosh fillimisht, po më pastaj nga ajo që nuk kemi urrëtie patologjike ndaj asnjë kombi si shqiptar, historikisht kemi qenë të tillë, ne mendoj se edhe pastaj kemi dashur që ta
ta mësojmë më së miri, të jemi dikun të barabartë, bile na vjen keq, mua për veten vjen keq si gjuhëtare kur bëj gabime kur flas maqedonisht, sepse dua në mënyrë perfekte ta flas, pa gabime gjuhësore, gramatikore. Ne brezi im për shembull e ka pasur patjetër se brezi im shifte më të njëshin, edhe kishte gjitha titrat maqedonisht, deshta, unë erdha në klasë 4 nga Prishtina në Tetov, edhe e mësova atëherë në klasë 4, shoqet e mia lexonin kështu alfabetin çililik dhe unë u detyrova se duhet lexoheshin titra, do të thënë ne kemi jetuar në një kohë tjetër që e kemi pasur patjetër, po më pastaj kur s'kemi treguar ndonjë refuzim. Jemi përpjekur që për një person në shoqëri, dhe këtë e din të gjithë maqedonasit që shoqërohen me shqiptar, një person maqedon, ne të gjithë flasim maqedonisht për hatër të tij, se nuk dëshirojmë që të ndihet i përjashtuar dhe të na kuptojë se ne kemi mirë kuptim. A pse nuk e vrasim asnjëherë mendjen, dhe edhe unë se kam vrarë mendjen, pse 40 vjet nuk ka arritur të më kuptosh të paktën? E mirë, a është kjo streja e fundit e hegemonisë të maqedonasve në kuptimin e asaj se unë jam këtu i pari dhe prandaj ti duhet mua të ma mësosh gjuhën? Po, kështu është për herë, edhe përgjigja është kështu. Domethënë përgjigja është këtu dëshiron të rregoj ti e rendi dytë këtu. Ama nuk është ashtu me gjuhët. Domethënë gjuhët janë shumë interesante, se gjuhët edhe ashtu janë krijuar nga komunikimi, duke i dhënë, duke i marrë njëri tjetrit. Ne i kemi dhënë pafundësisht gjuhëve të njëri tjetrit, natyrisht ata ne më shumë, sepse dominimi ka qenë institucional i tillë dhe është shumë normale, ato i njeh edhe teoria gjuhësore. Domethënë ne po nuk është vetëm ajo, ne kemi edhe si kom kemi një tolerancë më të madhe kështu. Ndoshta nga që i kemi jetuar në realitete këtilla, se nuk dua të them gjithçka perfekt ne dhe ata s'bëjnë, por ata po marrin edhe modele të këqija. Mua më vjen keq se po marrin modele të këqija. Edhe kjo qeverisja, fakti që muat institucionin kryesor ku do duhet të ndërtoheshin marrëdhëniet ndëretnike dhe të ruheshin, ja dha një pjesëtarit të komunitetit serb, domethënë si zavendas kryeministër, dhe më pastaj të gjitha gjërat në raport me Kosovën, me ndjenjat tona, domethënë u pa në mënyrë permanente që ka një tendencë për të na goditur në gjërat që për ne kanë rëndësi. Dhe në qoftë se godasin në këto, natyrisht që të njëjtën do ta bëjnë edhe me gjuhën. Edhe kështu që nuk mendoj se nëse të rinë tanë tani nuk e njohin maqedonishte, nuk mendoj se më është çështje se ata kanë ndonjë mosdurim për ta, po të rinë tanë kanë filluar tani dhe gjuhën amtare ta ngatrojnë sepse është shekulli i teknologjisë dhe kështu që nuk e marr, domethënë nuk qëndron kjo si në qoftë se japin si. Po se kur shkon në institucione nuk ka shqiptar që nuk din maqedonisht. Nuk ka, absolutisht jo. Dhe ata me siguri thon, po ky është shteti i Maqedonisë dhe po ama prej momentit që edhe gjuha jote është zyrtare krahas atij shteti ku jeton 25% e popullit tjetër, atëherë mbaron muhabeti. Ti je i obliguar që edhe ti të dish ndonjë fjalë. Por ne nuk jemi konsistent në kërkesat tona. Mua keqardhjen më të madhe ma krijon një politika jon dhe biznesi ynë, gjitha që prap lidhen me politikën, po të ishte një mbikëqyrje më e mirë, për shembull as në firmat e mëdha si Telekomi e këto, nuk do të lejohej që në mes të Tetovës ato që shërbejnë në sportele të mos dinë shqip. Mund t'i flasin atij malsorit ton që s'din maqedonisht në gjuhën e vet, sepse edhe ligji ja mundson, po edhe nga aspekti moral është edhe i biznesit. Edhe i biznesit. Se e shërben klientin. Po kjo më është shumë e çuditshme, domethënë aq është vëmendja e politikës son e vogël ndaj këtyre çështjeve, saqë edhe kur është çështje biznesi që ata shumë lehtë do ta kishin pranuar, nuk e bëjnë. Kjo nuk më pëlqen, por mendoj se politika këtu duhet të jetë shumë. Më shumë se te ligji dhe te bërit politik ditore me ligjin është të përpiqen ta zbatojnë, sepse është ligji ashtu, zbatojnë një aq sa është e rregulluar. Dhe përpiquni që në vertikale të zbatuar atëherë. Tani si një politikane e re, e brezit të ri, ajo që të gjithëve ju bën përshtypje kur flasin për çështjet që janë për të drejtat etnike, që kanë këtë vellon e etnisë, që i lodh qytetarët, është fakti se si këto subjektet tona, kushdo qofshin, nuk arrin të bien dakord për minimumin e mundshëm për të cilin nuk mund të ketë një tejkalim. Çka dua të them me këtë? Çfarë duhet të ndodh që të mbyllet një herë për gjithmonë çështja e Shqipës dhe të paraqitet si një front i përbashkët, pozitë dhe pushtet, flas për kontekstin e subjekteve shqiptare, që
këto dilema mos të diskutohen më. Mua si gazetar që gati mbi 25 vjet jam profesionist dhe e diskutoj këtë temë përsëri, gati më duket e pabesueshme që po rikthehem dhe po e bëj këtë bisedë me ty. Do kisha dashur të bëj një bisedë tjetër. Shumë e qartë. Me ty duke qenë politikan e brezit të ri, që ke vizione të tjera, që ke një bot kuptim tjetër për atë se si të së ndërtohet ky shtet, dhe ne rikthehemi e bëjmë këtë diskutim. Po pyetja është për subjektet tona politike. Çfarë duhet të ndodhë që të bashkohen dhe të thonë që ky është limiti ose kjo është oferta jonë për të cilën ne a jemi në opozit, a jemi në pushtet, nuk tërheqemi. Nuk tërhiqemi dhe pikë. Shumë mirë ju e thatë në fakt atë që unë do ta them. Duhet të jenë, domethënë në një shtet ideal, në një vend që ka atë historinë e errët për të cilën ne folëm që parë, duhet të kishte dhe me urgjencë duhet të ketë disa pika, 3-4 pika, të cilat nuk duhet të diskutohet orientimi politik partijak. Duhet të jenë mbi partijak. Do të thënë, edhe gjuha shqipe bën pjesë aty. Do të thënë, duhet të jetë një arritje, do të thënë, për këtë ne prishim gjithçka sepse kjo duhet të jetë arritja jonë kryesore. Dhe për këtë duhet pajtohen edhe ata që janë pushtet edhe. Por çfarë duhet të ndodhë? Unë sinqerisht nuk e di. Unë nuk e di se si nuk arrin politikanët tanë, përfshirë dhe mua si pjesë e politikës, që të dalim nga mentaliteti provincial se mua më duhet kjo është kërkesa ime. Nuk ka në politikë, ai që merr përsipër barën e të tjerëve, barën e brezave të themi, ai nuk ka taj mua më përgjigjet shu. Ai duhet të shikoj ç'është e mirë e përgjithshme dhe kur janë disa pika mbi politikën, duhet deri tash të ishin pajtuar disa herë që për këtë edhe ne nuk lëshojmë, edhe ju mos lëshoni. Por nuk di përse ende po mirë, se kur je në pushtet sigurisht është më lehtë për të sulmuar, për t'i mbrojtë pushtetit. Pse ju si pjesë e opozitës tani, duke marrë parasysh gjithë këtë çfarë ndodh, dhe duke marrë parasysh gjithë historinë të cilën ne e diskutojmë, nuk vini me një gjë konkrete për t'i bërë presion publik të gjithëve, atyre dhe neve si pjesëtar të shoqërisë, po edhe juve vetë për të thënë, okay, ky ligj ishte siç ishte, e kemi këtë situatë që kemi situatë, kishte interpretime të ndryshme, ja ku është verzioni i ri, që duhet ta përmbyll një herë për gjithmonë këtë çështje. Se edhe juve si opozitë më shpesh ju shohim në lehtësinë e akuzës sesa në vështirësinë e krijimit të një produkti. Absolutisht nuk është njësoj, kur je brenda dhe kur je jashtë, por megjithatë ka disa gjëra që nuk tolerohen kur ti merr mandatin për të bërë. Dhe unë sinqerisht jam lodhur nga qeverisja aktuale duke thënë ata. Mbaron me ata. Kanë bërë, marrin dënimin, pushojnë, reflektojnë, nuk reflektojnë, shkatërrohen, është këtë çështja e tyre. Ti çfarë bën? Edhe ne të tjerët që kemi mbetur në mes aty sepse nuk jemi fatmirësisht subjekti harxhuar, por njësoj ndaj këtë mendim që është gabim që nuk ka një dakordsim të dyja palëve që për këtë çështje ne nuk do të hyjmë. Ja ju dilni, bëni protestën tuaj, edhe nuk do të hyjmë, edhe ne do të insistojmë aty. Por është bërë një percepcion se ata ne me dalë do të hyjnë ata dhe do të vazhdojnë njësoj. Do të thënë, edhe mendoj që kjo e mban, që është shumë e gabuar, se ne pam çfarë ndodhi me ligjin për justës. Po kjo situatë ka zhvlerësuar edhe ato pikat më të rëndësishme të betejave politike shqiptare. Absolutisht po, ne pam çfarë ndodhi me ministrin e drejtësisë dhe me ligjin për si ishte provimin e jurisprudencës. Do të thënë që faktikisht nuk është më punë inati, është punë, nuk do duhet të ishte punë inati, po është fatkeqësisht, se është gjëja më normale t'ja ofrosh një triut në gjuhën e vet të përgjigjet, sepse pse t'ja marrësh atë drejtë, ai ashtu do ta artikulojë edhe mendimin e vet më mirë. Ti duke i lejuar tjetrit të flasë në gjuhën që don, ti mundson atij që ta ndërtoj më mirë mendimin e vet dhe ta jap veten e vet në atë formatin më të mirë të vetës e vet. Ata nuk e kërkojnë. Po ja, se ju jeni si pedagoge dhe me këtë besoj që do ta përmbyllim në çfarë kuptimi, edhe si një lloj mesazhi, si një gjuhëtare, por edhe për vetë faktin që u ngaturua për çështjen e provimit të jurisprudencës. Provimi i jurisprudencës është një provim që vërteton dijet e tua, të cilat ti i ke marrë në fakultetin e juridikut për profesionin që ti ke zgjedhur. Nuk është një provim i cili vërteton nivelin e gjuhës maqedonase. Por imponimi
se këtë provim të fundit i duhet ta japësh patjetër maqedonisht, se duhet të tregosh që din maqedonishtën, e krijon problemin. Në këtë kontekst dhe duke dhënë një lloj mesazhi për pranimin e përdorimit të shqipes duam apo nuk duam në të gjitha nivelet shtetërore, çfarë duhet të bëj politika që te kalohet kjo diskutim. Kjo mendoj se është një element i mosdurimit dhe mendoj që po ta kishin parë edhe politika, po ta kishte parë këtë vetëm si një mundësi për t'i dhënë tjetrit që të paraqes variantin e vetes, variantin më të mirë të vetes si profesionist i ardhshëm, natyrisht që askush nuk thotë mos e njoh sepse është shumë gabim që mos e njoh gjuhën tjetër të shtetit, juristi që po jep provimin e tij të fundit, por ky siç e thash nuk është provim gjyqësor. Ai natyrisht po të ketë nevojë le të vënë edhe një testim ekstra për njohjen e nivelit të gjuhës që mund të lidhen bashkë, por është krejt e pa kuptim, me të vërtet më duket jo logjike që të kërkosh dhe mendoj se ka një bazë inati këtu që të kërkosh që patjetër ta jap sepse edhe ai që nuk e ka refuzim ndaj maqedonishtës, po thjesht mendon që më mirë do të jetë në gjendje ta shprehë. E pse t'ia ndalim një të riu 20 e sa vjeçar një të drejtë të artikulimit jo se don për patriotizëm në gjuhën e vet, por se mendon që jep variantin më të mirë të vetes aty. Kështu që unë mendoj se ajo do të na mundsonte të kishim edhe jurist më të mirë, edhe profesionist më të mirë. Pse nuk shihet aspekti pozitiv? Kjo është çështja, por nuk shihet sepse baza është inati, është mosdurimi, baza është krijimi i pikëve politike, se po t'ishte vërtet shumë e thellë dhe e brendshme do të kisha thënë mirë, por më shumë është për të krijuar pikë politik të politikës ditore për aq subjekte politike si nga njëra anë si nga tjetra, dhe në emër të lejimit dhe të mos lejimit të disa gjërave për shqiptarët, dikush merr qeveri, fiton deputet, dikush tjetër hyn qeveri, fiton ministra, e kështu. Do të thënë, ne nuk po dalim nga kjo mendësi dhe kjo është keq. Mesazhi juaj në fund si pedagoge, gjuhëtare, për vetë politikën dhe klasën politike shqiptare pavarësisht pozicionit, por edhe në raport me Maqedonasit. Çfarë duhet të bëjmë që ta mbyllim këtë çështje? Njohja, ne jemi përcaktuar që e duam këtë shtet, punojmë në këtë shtet, nuk kemi probleme lidhur me këtë shtet. Edhe shqiptarët në përgjithësi në rajon janë të vetmit nga fqinjet që s'kan probleme me Maqedoninë. I vetmi shtet që s'ka problem. Do të thënë ne kemi treguar që jemi shumë tolerant ndaj maqedonasve. Unë do të kisha dashur si pedagoge që të njihet nga të dyja palët në mënyrë të dësjellë, të kultivohet toleranca dhe dashuria gjuhësore dhe ndaj kulturës së tjetrit, sepse kështu kanë bërë edhe popujt, prej dikun duhet fillojmë, se edhe popujt në armiqësi më të madhe që kanë me mira viktima mes vete, kanë filluar prej dikun, kanë filluar të krijojnë ato urat e dashurisë, të njohjes së pari, sepse njohja çon te dashuria, dhe mendoj se pse ne të jemi përjashtimi, ne vetëm mund të jemi vonuar, por apeloj te politika që të mos e vonoj më tej, mos të krijoj kriza në kuris të këtyre raporteve dhe apeloj te shoqëria e përgjithshme që ta dinë që nuk ka asgjë të keqe, nuk vjen asnjë e keqe nga njohja e kulturës së tjetrit dhe nga dashuria për kulturën e tjetrit. Me këtë mesazh do të mbyllim këtë podcast dhe këtë bisedë. Vjollcë Berisha, të faleminderit shumë. Shumë kënaqësi. Gjithmonë kënaqësi të bashkë bisedojmë. Filluam pak për atë lajmin e ditës, e cila lidhet me qeverisjen dhe mënyrën e qeverisjes, por sigurisht është lajm i madh dorëzimi i Artan grupit, por edhe ky momenti me Shqipen dhe uroj që herës tjetër të jesh këtu për një diskutim që ndoshta do ta ndërtoj atë kalan ton me një gur që do ta vëmë dhe do ta risim më tej. Gjithsesi, faleminderit që ishe pjesë e këtij podcast. Shumë kënaqësi në emisionin tënd. Faleminderit. Të dashur ndjekës, ne sigurisht bashkë do rishihemi pas disa ditësh, deri atëherë nga unë Azim Rashidi, mirupafshim.